Horoskopi për datën 7 maj 2026. Dashi, përgjegjësitë dhe puna kërkojnë vëmendjen tënde në këtë ditë, por mendja jote ende mes dëshirës për liri dhe detyrimeve. Energjia e fortë që ndjen të shtyn të afërmosh pavarësinë tënde, por suksesi qëndron tek balanca. Me kalimin e ditës, fokusi dhe ambicia do të rriten ndjeshëm. Idetë e tua unike do të marrin vlerësim dhe besimi tek ëndrat e tua rikthehet fuqishëm. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat mesditë. Demi, instinktet e tua të shtyn drejt eksplorimit dhe reflektimit të brendshëm. Mund të ndjesh një nevojë të shkëputesh nga rutina dhe situata të cilat të mbajnë të kufizuar. Koha për veten tënde është thelbësore. Një qetësi emocionale dhe një kuptim më i thellë i vetes do të sjellë qartësi dhe një forcë të brendshme. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat paradite. Binjakët. Energjia me miqt është në kulm dhe bashkëpunimet me të tjerët të frymëzojnë. Edhe pse nuk është momenti për vendime të mëdha, është një kohë ideale për të reflektuar. Dikush mund të sfidojë mënyrën tënde të menduarit, një mundësi që ty do të rrisë. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat 17 deri 19. Gaforja. Fillimi i ditës mund të ketë pak tension në balancimin midis punës dhe emocioneve tuaja. Megjithatë, me kalimin e orëve, energjia do të stabilizohet dhe do të jap shtysë të ecësh përpara. Një moment qartësie emocionale të ndihmon të ripërcaktosh qëllimet e tua në këtë ditë. Ngjyra me fat është ngjyrë argjendi, koha me fat 12:45 deri 14. Luani. I dashur Luan, shmangi nxitimet në fillim të ditës. Do të ndihesh i ndarë mes dëshirës për aventura dhe nevojës për disiplinë. Megjithatë, mundësitë janë përreth teje. Një ide apo interes i ri mund të hapë një rrugë të rëndësishme për ty. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 10:15 deri në 12:05. Kalojmë tek Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, besimi në idetë dhe bindjet e tua po rritet. Shpeshherë e ndjen veten të ndarë midis punës dhe kohës personale, por balanca do të vijë natyrshëm. Është një ditë e mirë për të bërë analizën e vetes dhe për të zhvilluar veten në brendësinë e saj. Marrëdhëniet intime marrin një dimension më të thellë këtë ditë. Ngjyra me fat krem, ora me fat 18 deri në 19:30. Kalojmë tek Peshorja. E dashur Peshore, energjia e tepërt në fillim të ditës mund të shkaktojë disa tensione, por nëse nuk e kanalizon drejt, mund të sjellë dhe disa probleme. Prandaj bëj kujdes. Marrëdhëniet luajnë një rol kyç sot dhe mund të japin një frymëzim për të ndjekur një ëndër. Ngjyra me fat është blu, koha me fat 15:30 deri në 17. Akrepi. Dashur Akrep, mendja jote është aktive dhe kërkon stimulim. Fillimi i ditës mund të duket pak i shpërqendruar, por më pas vjen qetësia dhe bashkëpunimi. Do të gjesh kënaqësi në gjërat të vogla dhe në përmbushjen e detyrave. Ngjyra me fat gri, koha me fat 13:10 deri në 14:40. Shigjetari. I dashur shigjetar, pavarësisht se do të kesh disa pengesa në pjesën e parë të ditës, me kalimin e orëve dita do të rrjedhë në mënyrë harmonike.
Bëj kujdes, mos u nxito, kreativiteti dhe energjia romantike do të rriten duke të dhënë mundësi të shprehesh lirshëm. Ngjyra me fat kafe. Ora me fat 16:20 deri në 18. Britsjapi. Kreativiteti dhe origjinaliteti tënd janë në rritje. Edhe pse fillimi i ditës sjell shpërqendrim, më pas një hapje emocionale dhe dëshirë për të investuar në familje dhe ëndra personale, do të kesh një ngjyrë me fat të kuqen dhe koha me fat për ditën 7 maj është 11:40 deri në 13. Kalojmë tek ujori. I dashur ujor, ndihesh më i tërhequr në vetvete për të reflektuar. Mendja mund të jetë pak e mbingarkuar në fillim, por do të fillojë të qartësohet mbasdite. Do të kesh ide të qarta dhe komunikime të papritura që do të sjellin perspektiva interesante. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat 19 deri 20:30. Kalojmë tani tek peshqit. Të dashur peshq, ke nevojë të shkëputesh nga stresi dhe të fokusohesh tek stabiliteti financiar dhe emocional. Intuita jote është shumë e fortë në këtë ditë. Ajo të ndihmon të marrësh disa vendime të zgjuara. Një ndjesi qëllimi i ri të udhëheq në këtë ditë. Ngjyra me fat jeshile. Koha me fat 8:50 deri 10:20. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.